Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët sërish në kuzhinën time. Për sot do të përgatisim një tavë verore me patlıcan. Është e lehtë, pa mish, por që del aq e shijshme që çfarë të hash. Nëse keni dëshirë të provoni diçka ndryshe, provojeni të dashur miq, realisht ja vlen. Jam e sigurt do mbeteni tepër të kënaqur, si nga pamja ashtu dhe nga shija. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Si fillim kam përdorur gjithsej 1 kg patlıcan. Këto lloj të patlıcanit që unë kam përdorur janë të jashtme dhe nuk kanë hidhërim. Zakonisht patlıcanët e vendit kanë hidhërim. Ju do i largoni duke i vendosur kështu të prera në feta, në ujë të nxehtë me krip, dhe të i lini të qëndrojnë për afërsisht 30 minuta. Të mijat, siç u thash, nuk ishin të hidhura pasi janë të jashtme. Dhe pasi të keni larguar hidhërimin, do i radhisni në tepsi në këtë mënyrë. Atëherë unë këtu po ju tregoj njërën, por i kam radhitur në 2 tepsi. Do i pjekni të dyja bashkë në të njëjtin moment. I marinoj me pak krip, piper dhe vaj, shumë pak krip sepse do hedhim dhe djathë. Pjekim në 200 gradë për afërsisht 25 me 30 minuta. Nga mezi pjekjes do ndërroni vendin e tepsisë, pasi do jenë 2 tepsi siç u thash. Ndërkohë në një digan kam hedhur 4 lugë gjelle vaj ulliri, 3 kokra qep të grira në kubik. Do vazhdojmë duke skuqur pak qepën të zbutet dhe më pas do shtojmë perimet e tjera. Kam ngrirë 1 karot, 2 specie jeshil dhe 1 të kuq. Do vazhdojmë do i skuqim të gjitha së bashku, vendosim dhe kapakun që të zbuten. Pas 1 minuti do vazhdojmë të shtojmë dhe domatet. 2 domate të mëdha të prera në kubik. 200 gram salcë domate nga kjo e holla. Nëse keni pas domate, do shtoni 1 lugë gjelle. Krip, piper, siç ju thash, do e kujdesni kripën sepse do shtojmë dhe djathë, në varësi se sa i kripësh djathi që do përdorni. Mbyllim kapakun në zjarr mesatar dhe i lëm për 10 minuta. Këtu kemi patlıcanet, janë zbutur dhe janë pjekur, apo i larguam nga furra. Ndërkohë pas 10 minutash, gjella që do shtrojmë te patlıcanet është gati. Nuk duhet të ketë as pak ujë, ta ketë pirë të gjithin. Ndërkohë kam përdorur një tepsi 20 me 30 cm. E lyej me një penel me vaj. Dhe më pas të vazhdojmë të shtrojmë patlıcanet, të cilat do i ndani në 3 shtresa. Pra do shtrojmë 3 herë patlıcan. Në shtresën e parë do hedhim gjysmën e gjellës që përgatitëm, më pas të thërmojmë sipër djathin. Mund ta hidhni dhe me sy sipas mundësive. Nëse është shumë i kripur do shtoni pak. Unë kam përdorur djath feta, ndaj dhe nuk është shumë i kripur. Gjithsej 300 gram feta. Do e thërmoj me dorë në këtë mënyrë duke hapur në gjithë tepsinë. Ja pra dhe shtresa e dytë me patlıcan dhe tani hapim gjysmën e mbetur të gjellës. E hapim mirë në këtë mënyrë. Do presim pak majdanos, sipas dëshirës nëse ju pëlqen. Dhe sërish djath feta. E thërmojmë në këtë mënyrë duke hapur në gjithë tepsinë. Dhe shtresa e tretë dhe e fundit me patlıcan. Shtresën e fundit të bëni kujdes që ta mbuloni mirë. Ndërkohë në një tas thyejm 3 vezë. Vezët që unë kam përdorur janë pak të vogla, nëse ju i keni të mëdha mund të shtoni edhe 2. 200 gram krem djathi Philadelphia, nëse nuk keni mund ta zvendçoni dhe me salcë kosi, por duhet të jetë goxha e trash. Dhe të jetë e ëmbël, mos të jetë e thartë. Pak krip dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri. Vazhdo me përzije mirë derisa të kthehet në një masë kremoze. Ja pra ky është rezultati. Do vazhdojmë ta hedhim sipër patlıcaneve. Ky kremi e bën tepër të veçantë, jep një shije teje të mirë, gjithashtu një ngjyrë dhe pamje që do shikoni dhe vetë. Do vazhdojmë me pjekje. Pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për afërsisht 45 minuta. Do e kujdesni dhe vetë derisa të marrë një ngjyrë të tillë sipër. Më pas do e lëm pak të ftohet dhe do vazhdojmë ta servojmë. Në të vërtetë ka dalë një tavë fantastike, tava verore më e shijshme që do provoni. Jam e sigurt nëse e provoni nuk do e ndani nga recetat e juaja të preferuara. Dhe ja pra të dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Një tavë verore fantastike që më të vërtet duhet ta provoni. Nëse ka pëlqyer recetë e sotshme, për të më mbështetur mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do provojnë, punë të mbar dhe ju bëft të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës.